Zbatimi i paqes fiskale vijon të mbetet i paqartë nga administrata tatimore, ndërsa fatet e paralajmëruara për hyrjen e saj në fuqi janë shtyrë në mënyrë të përsëritur, nga janari në shkurt e mars dhe tashmë me një tjetër afat të vendosur në fund të muajit maj. Vonesat kanë krijuar një situatë pasigurie për bizneset në vend. Sipas deklarimeve publike, kjo situatë ka ndikuar drejt për drejt në klimën e biznesit, e cila vuan nga mungesa e sigurisë juridike dhe nga mungesa e akteve nënligjore që duhet të shoqërojnë ligjin. Edhe pse kuadri ligjor është miratuar, zbatimi i tij në praktik mbetet i paplot dhe abuziv. Në terren raportohen probleme me mënyrën e veprimit të administratës tatimore. Bizneset përballen me kontrolle dhe kërkesa për shlyerje detyrimesh, të cilat, sipas ligjit për paqen fiskale, parashikohen të falen deri në vitin 2025. Kjo mospërputhje mes ligjit dhe zbatimit ka ngritur shqetësime mbi funksionimin e shtetit ligjor, duke vënë në pikpyetje sigurinë dhe parashikueshmërinë për aktivitetin ekonomik në vend. Administrata tatimore po vepron në mënyrë të gabuar në terren, duke krijuar presion mbi bizneset. Ndërkohë, tatimet janë detyruar me ligj të trokasin te dera e biznesit dhunshëm, siç bëjnë ata dhe kërkojnë borxhet që me ligj janë falur. Në Shqipëri, fatkeqësisht, edhe pse kemi ligje shumë të bukura dhe të parafruara me ligjet e Bashkimit Evropian, ligji ka zero rëndësi. Edhe pse ligji parashikon falje për detyrimet deri në vitin 2025, në praktik kjo nuk po respektohet. Tatimorët që shkojnë te dera e biznesit dhe bëjnë presion atje. Ligji e thot qartë, çfarë janë detyrimet deri në vitin 2025 do të falen.